Në për momentet kur u dollë Banjska, ne në Mitrovicë Veriore e kemi pas 3 kolona e martesës, njerëz plot në për kafeanat, që banort e Mitrovicës Veriore, flasim për banort e zakonshëm, flasim për shumicën e banorëve në Mitrovicë Veriore. Ne nuk jemi kon informuar që disa kilometra larg nga neve, dikush e ka nis një luft do aneksim ose diçka tjetër. Që do me thonë, ajo që u bo Radojqiqi me grupën në vetë, ajo nuk ke dëshira e shumic e serbëve në veriu e vendit. Por, as pak, sepse kjo sulmi, kjo budëllaki e Radojqiqit, si konsekvencë, ne e kemi përfitu 5.000 polis në veriu e vendit. Edhe e kemi cementu plot sovranitetin e shtetit jonë në veriu e vendit. Tash, qka e kemi ne... Apo nalë shtu veç pak, kërtu e kena cimentu. A jetu pranu që shumica e sërbëve nuk ke brenda e atë rezistencë. Bane, unë mendoj që sërbët në Kosovë... Duhet të bojmë diferencën midis komunitet sërbë edhe kriminelt nga lista sërbe edhe... Ashtu edhe po e themon. Regull. Pra, unë mendoj që, edhe ju gjithë e dim, që sulmi në Banjsk është përgadit drejt për drejt prej shtetit sërbë. Pra, Radojqiqi ka marrë urdhra prej Beogradit zyrtar. Dhe jam shumë i vedishëm që sërbët aty lokal, as që e kanë pas idenë, se ta këshim pas ata idenë, ta këshim pas në idenë, a i nuk do të kishtë ndodhë. Me fmi. Po sigurisht. Pra, ideja e sulmit në Banjsk, e sulmit terrorist, ku vranë një shqiptar, u plagos një polis tjetër shqiptar, mendoj që është... Jo shqiptar, zyrtar i shtetit. Një zyrtar i shtetit, pra është problem, dhe më thonë, i cili me gjithat nuk kanë diku në marrëdhëniet shqiptaro-sërbe në kuptimin e veriut. Sepse për mua personalisht, unë e ti bane mund diskutojmë më çështje ndryshme edhe nuk na pengon kjo gjë. Edhe mund të mos pajtohemi se fundit nuk pajtohemi me kushtrimin, nuk pajtohemi me atë tjetrin e këtë tjetrin, domosdoshmë secili kemi mendimet tona. Po problemi për mua është bazik. Edhe ky problem bazik qëndron sepse sulmi në Banjsk, pra, është i paraprirë nga kidnapimi disa policëve brenda territorit të Republikës Kosovës. Pra, është e mirë përgatitur, edhe unë nuk e kam hallin sepse sulmi në Banjsk na e kemi shkatru, idenë që Serbia në herë hinë Kosovë, e kemi betonu, e kemi varros. Problemi qëndron në të ardhmen. Pra, institucionet tona, ku bojmë pjesë, edhe shqiptarët, edhe sërbët, edhe turqit të tjera, pra duhen të jenë përgatitur që mund të ketë ndonjë sulm tjetër që ne e kemi thonë për herë bane. Mendoj që në këtë aspekt mund ndikojmë gjithë që marrëdhëniet mes shqiptarëve dhe sërbëve, sidomos në veri, të mos jenë në kuptimin që shepon lista sërbe. Me i shantazhu, me i firksu, me i kërcnu qytetarët e vetë. Qka ne, për shembull, nëse Serbia jam mësyn prapë Kosovës, në të njëjtën mënyrë, e që jam mësyn sepse e pat masanena aty një sulm terrorist aty të kanali, do më për me. Problemi është këtu bane. Mendoj që të ardhmen tonë, ne duhet ta projektojmë në Republikën e Kosovës. Ju keni përfaqësim të garantuar kë kanë botë nuk është kjo. I keni vendet e rezervume. S'dalin ata në zgjedhje, pra komuniteti sërb është pra në kuvendin e Kosovës. Ligjin e dyfisht,